Thelbi i manifestimit, 3 elementet e domosdoshëm për të realizuar dëshirat tua. Çfarë është manifestimi? Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Manifestimi është arti i të sjelljes në realitet të asaj që dëshiron, duke e ndjer atë si të ishte tashmë e jotja. Është gjendja kur ti thua me bindje, ajo që dëshiroj është e imja, tani vetëm zbuloj si do të ndodhë. Por shpesh, ky proces ose ndërlikohet nga teori konfuze dhe terma pseudoshkencore, ose banalizohet me teknika sipërfaqësore që nuk prekin thelbin. Sot do të flasim për 3 elementet thelbësor të manifestimit, të cilët vlen për çdo qëllim dhe që, kur i zbaton, të çojnë drejt suksesit të vërtetë. Le të nisim. 1. Emocioni. A të ndes dëshira jote? E para dhe më e rëndësishmja, a të emocionon dëshira jote? Kur një qëllim të bën të ndjesh gëzim, entuziazëm dhe mundësi, kjo është shenjë se ti beson se është i realizueshëm. Emocioni është gjuha e ndërgjegjes tënde, një fuqi e pamas që sjell ide, zgjidhje dhe sinkronicitete. Nëse pengesat ose zhgënjimet të kanë zbehur entuziazmin, dëshira jote humb forcën. Për shembull, imagjino sikur po ndjek një ëndër për të hapur një biznes, por dështimet të kanë bërë të ndihesh i pashpresë. Çfarë ndodh? Në ndërgjegja jote dorëzohet dhe ti ndjen apati ose mungesë frymëzimi. Për ta ndryshuar këtë, imagjino dëshirën tënde të realizuar. Mbyll sytë dhe ndje gëzimin e atij momenti kur qëllimi yt është realitet. Edhe nëse pengesat duken të mëdha, ky ushtrim rikthen besimin. Kur beson, në ndërgjegja të dhuron ide të reja dhe energji për të ecur përpara. Pra, pyete veten, a më emocionon ende ky qëllim? Nëse jo, ringjalle emocionin dhe shi si gjithçka ndryshon. 2. Mbrojtja. Apo e ushqen dëshirën tënde me pozitivitet? Elementi i dytë është mbrojtja e dëshirës tënde nga negativiteti. Dëshira jote është si një farë që rritet në mendjen tënde dhe çdo mendim, bisedë apo informacion që thith është fushimi i saj. Nëse kalon kohë duke lexuar lajme depresuese, duke dëgjuar njerëz që të dekurajojnë ose duke u zhytur në debate të kota në rrjetet sociale, ti po helmon farën tënde. Për shembull, nëse dëshiron të ndryshosh karrierë, por rrethohesh me njerëz që thonë është e pamundur ose lexon vetëm për dështime ekonomike, dëshira jote do bësohet dhe ti fillon të besosh se do të dështosh. Si ta mbrosh? Zgjedh me kujdes çfarë konsumon. Lexo histori suksesi, dëgjoj njerëz që të frymëzojnë dhe studio ide që të motivojnë. Edhe kur nuk po mendon direkt për dëshirën tënde, ajo vazhdon të ushqehet nga energjia jote mendore. Njerëzit që dështojnë shpesh thonë, e dija që do të ndodhte kështu. Në të vërtetë, ata lejuan negativitetin të formsojë pritshmëritë e tyre. Prandaj, bëhuroje e mendjes tënde dhe ushqe dëshirën tënde me pozitivitet. 3. Gatishmëria. A je gati për lumturinë e suksesit? I treti dhe shpesh i nënvlerësuar është gatishmëria për të pranuar gëzimin e realizimit. Të manifestosh një dëshirë do të thotë të ndryshosh jetën tënde dhe ndonjëherë, në mënyrë të pavetëdijshme, ne kemi frikë nga ky ndryshim. Për shembull, mund të dëshirosh një marrëdhënie të mrekullueshme, por në thellësi të friksohesh se nuk je gati për të, ose mund të dëshirosh sukses profesional, por të trembesh nga përgjegjësitë që vijnë me të. Kjo frikë nga lumturia dhe ndryshimi është pengesa më e madhe për shumë njerëz, më shumë se çdo problem i jashtëm. Çelësi është të ndjesh se e meriton atë që dëshiron. Pyete veten, a ndihem i denjë për këtë qëllim? Nëse dialogu yt i brendshëm të thotë se nuk je mjaftueshëm i mirë, do të sabotosh veten pa e kuptuar. Për ta kapërcyer përsëri çdo ditë, unë e meritoj këtë dëshirë dhe jam gati për ndryshimin që do të sjell. Kjo bindje e brendshme të çliron nga frika dhe të hap rrugën për manifestim. Përfundimi, rruga drejt manifestimit. Këto 3 element, emocion, mbrojtje nga negativiteti dhe gatishmëri për sukses, janë themeli i manifestimit. Nëse dëshira jote të emocionon, nëse e ushqen me pozitivitet dhe nëse ndjen se e meriton, pije në rrugën e dur. Ktheu te kjo gjendje sa herë ndjek një qëllim dhe do të mund të thuash, ajo që dëshiroj është tashmë e imja. Tani, fillo të zbatosh këto 3 hapa dhe shi si ëndrat e tua marrin formë.